Emilia, 3. Shumë shkurt, apo e sheni, do më thonë, qaq naiv, ku ka zoti Kurti, sa spedika që duhet me dhonë dërheqja, apo e sheni që është lojë aty në bërë? Po lojë, është pedi. është lojë me lujtë, kush janë mërë këta njerëz, kush janë mërë këta njerëz që duhet me lujtë me fatin e popullit, qoftë pozit, qoftë opozit, mëre. Kush jau ka me bërç këty në kështu? Çka po menojnë mërlla këta? A duhet me arë këtu në thojza një prind zvidi i ri, me udhëheq shtetin e Kosovës, a zdi shqiptarët me poshtet? Unë mikun, ma ne kemi pas mbikëqyrjen ndërkombëtare të pavarësisë. Po prej se s'kemi mbikëqyrjen ndërkombëtare të pavarësisë, kemi të lashëm. Kjo është qetësuese lart për besë, kjo është rënë për besë. Domethënë, këta njerëz kur i këshyr shiton janë milionera. Pozit o opozit. Janë ka marrin fatin e shtetit të Kosovës, të popullit të Kosovës. Ndorën për ego puro personale ty në mëne? Po këta s'janë tokë të buks o vllaz që thot populli. Këta s'janë tokë të buks për shkak se fatkeqësisht edhe ky popull i polarizuar thellësisht pa pik vullneti për me mbrojt këtë shtet. Do këta banën me qiro. Po me qiro po ka shtëpi në Norvegji 400.000 euro. 400.000 s'dojnë milionë. Nejse. Qashtu e ka deklaru në... Nejse, kryeministri s'ko ka milioner, buke pat Ligjan Han, në rregull, po ka milionera kratina. Shumë. Ka shumë. Shumë se jo pak. Nësë besoni popull mu, heni në deklarin pasunisë edhe i këshyrni. Vrejni qka kanë deklaru. Po, pra. E ka tilë që refuzojnë me deklaru, ka do që deklarojnë... Sa ka në mëndojve, tezeve, të hallave, apo den, unë e gazetar që 23 vjetë, krejti një valloj. Po den, tonin një. Po den e di që sa kanë pasë, sa kanone valloj, heni kontroloni shlirë kredit dhe në këtë jam. Që i bjen që nuk e kam fërë të lashën nëse si marrin rrogat e deputetve, që i bjen që jemi ka mesi me një qeveri në dorëheqje ose në detyrë. S'ka marrëveshje ndërkombëtare, s'ka asgjë. Pra, po vazhdoj me insistu. A me listu damet, a me listu krejt çka na pret, apo veç me bo show çdo dytën ditë me hi krejt mediat live, mu sill tyrat e njëjta, arsyetimet banale të njëjta, i shdash me pas fund kjo? Fatkeqësisht duket që edita politike edhe opozita interesat e tyre të ngushta partijako politike i kanë vendos para interesave të përgjithshme, ndryshe nuk mundesh me komentue zhvillimet e sodit edhe para 2 ditëve. Mendoj ishin pamje të çmtume, mos më thonë. Ai ishte me qenë akt shumë solem. Në farë mënyrë ne jemi mbledh 900.000 njerëz, kemi shkuar, kemi votuar, ja kemi deleguar vullnetin tonë që është nderi më i madh. Edhe ata ishte me pak më shumë respekt mos sill me atë vullnet tonin që ne ja kemi deleguar aty, po i pam qysh rrjedhi ngjarja. Mendoj që pasuja do të jenë të mëdha. E thash edhe më herët, situata gjeopolitike është shumë e paqartë. Po shohëm vendime të shteteve të fuqishme brenda natës, cilat mundën me pas ndikim të madh edhe te ne, mas pak